veç një pozicion barahat në jetën tonë. Ajo është, prandaj të ndërru vëllezër, njeri për më u rahat, apo duhet më ullë në pozicionin e duhur. Tash për shembull ti, edhe pse bëni pak i ngushtë për shkak të pjesëmarrjes juaj masive, Allah shpëbleft, por megjithatë çdo kush për juve mundohet me gjetë një pozicion të ulës së duhur që e bën rahat me ngu ligjëratën. Apo, nga se nëse nuk je rahat ulën, parahatia e ulës ka më ndiku në mungesën e vëmendjes në dëgjim. A që është? Normal. Andaj, nëse si bashkë 100% rahat, po mundosh sa më rahat me kon që rahatia me garantu vëmendjen e dëgjimit. Edhe Allahu te barek o taala na ka ullë në një pozicion që veç aty në rahat. Nga e pozicion pastaj këndshëm e dëgjojmë Allahun, e kuptojmë Allahun, i shohim gjërat nga e pozicion, e njohim vetveten dhe në momentin kur lëvizim nga e pozicion, si në rahat. Nga parahatia tani as nuk njim, as nuk kuptojmë, as nuk mund t'i analizojmë gjërat që duhet e kështu me radhë. Dhe kjo është gjendja e shumicës së njerëzve. Cili është pozicioni i dur që të bën rahat? Nëse jenë që atë pozicion, krejt gjërat ishe që duhet. Nëse rahati, tani rahati me dëgju, rahati me kuptu, rahati me analizu, cili është ai pozicion? Ai që Allahu thënë surën Fatir, ja juhen nas, antumul fuqara'u ila Allah. O ju njerëz, ju jeni të varfën. Jeni të varfën. Që kjo është pozicion juaj në raport me Allahun xhallahu ala. Do të thonë, në raport me Allahun ti gjithmonë i padijshëm. Në raport me Allahun gjithmonë i dopt. Në raport me Allahun gjithë i varfër. Në raport me njerëzit ndron kjo. Në një kur i padijshëm, në raport me mësuesin. Tani ka pas mundësi më vonë më i dijshëm se mësuesi, ndron pozicioni. Në njëri për shembull fillim nuk ka ditë me fol, e ka mësuar me fol kush? Nona dhe baba. Po dikush tani bëhet më orator se nona e baba, ndron pozicioni. Dikush ka mundësi një kohë ka qenë i varfën, i ka nimu njerëz. Dikur pastaj është bëj pasën, ai ka nimu njerëzve. Do në raport me njerëzit ndryshon pozicioni. Edhe njeri pastaj në ndryshim të pozicionit në raport me njerëzve e kërkon rahatin. Normal. Njeri kërkon më bë rahat të mësu, kërkon rahat më bë duke punu, rahati. Edhe lëvizja pozicionit njeriut në raport me njeriun është në shërbim të rahatis. Ndërsa në raport me Allahun xhallahu ala veç një pozicion barahat në jetën tonë. Ajo është ta kuptosh se ajo është Zoti e ti e robi. Ti nuk din, ai din. Andaj ai të mëson e ti dëgjon. Sikur se ka thonë Allahu në hadithin Kutsi, hadithi e Abu Dharrit, hadithi i njohur, edhe këtë hadith ka transmetuar në Sham, edhe konsiderohet nga hadithet që, sikur thonë, e ka ndëru Abu Dharri Shamin me këtë hadith. E ka thonë Allahu te barë tëra, hadithi Kutsi, që e ka transmetuar pejgamberi aqëm nga Allahu xhallahu ala, kush Kur'an. Ja ibadi, hadithi gotë, o ju rob të mi, kullukum dal, illa men hedejtu, festehduni ehdikum. O ju rob të mi, krejti të humbër, gjithi të humbër, krejti në lajthitje, përvaj që atë që e uzëj, andaj kërkon e nga unë uzimin të uzëj. Andaj të ndërvëzër, këthimit e ka Allah është këthim në pozitën që takon, taman, e tash je që shduhet, tash je që shduhet.